Në spitalin e përgjithshëm i Sagrezda në Gjakov ka disa ditë që është funksionalizuar recepcioni i spitalit si një mundësi e mirë për t'i mbajtur në kontroll hyrje dhe daljet e personave të panevojshëm dhe në të njëjtën kohë për të ruajtur edhe shëndetin e pacientëve të hospitalizuar dhe stafit shëndetësor. Drejtori Hilmi Shala pohoi se qysh në ditët e para spitali po duket më i qetë. Fillimisht duket mirë, spitali është më i qetë. Për shkak se ne këtu në recepcion dhe pe i filtrojmë njerëzit, ata që nuk duhet të hyjnë në spital brenda, më thonë personat që nuk kanë nevojë, po nalin këtu. Personat që duhet patjetër të shkojnë te familjarët e vet, në recepcion pajisen me një badge që është për vizitor. Dhe në këtë formë ne i kontrollojmë njerëzit që i kena brenda në spital. Drejtori Shala gjithashtu tha se edhe personat të cilët janë shoqërues të pacientëve të hospitalizuar do të pajisen me begja të veçantë. Kemi edhe një lloj tjetër të begjave që janë për personat ose familjarët të cilët qëndrojnë familjarë nëse me të smurin aty, që janë përcjellës. Ne kemi bërë këto për të ruajtur shëndetin e të shtrungëve dhe të pacientëve, për t'i mbrojtur punëtorët shëndetësor nga infeksionet spitalore që mund të mbarten nga jashtë brenda. E kur është fjala te respektimi i rregullave për hyrje dhe dalje në repartet e spitalit, drejtori Shala tha se fillimisht kemi pasur disa kundërshtime. Kemi rezistencë nga disa grupe, sidomos grupe familjare që vinë 8 veta, 10 veta ta vizitojnë një, por kjo është po ndodh sidomos natën, mas orës 10 natës, dhe ky recepcion që është bërë tani është bërë për këtë qëllim që të ruhet shëndeti i qytetarëve. Prandaj të gjithë personat që duhet të vizitojnë pacientët e hospitalizuar në spitalin i Sagrezda, këtë mund ta bëjnë në 2 orare, nga ora 13 deri në orën 14 dhe nga ora 18:30 deri në orën 19. Të njëjtit duhet të respektojnë këtë orare, në të kundërtën e kanë të pamundur të realizojnë vizitën.